Përshëndetje miq, e di çfarë do bëjmë sot, do bëjmë namin. Do bëjmë namin sepse jemi në podcastin më të veçantë që kemi bërë ndonjëherë në ICF. Ne nuk e di sa është numri 4, 5, 6, 7, po është podcasti shumë i veçantë sepse kemi drejtuesen, pastoren e ICF Kids, Fabi! Edhe Adriana është këtu. Na mungon dhuri, po dhurin do ta marrim, do i bëjmë një surprizë, ta marrim telefon çik më vonë. Okej. Edhe çfarë do folim sot? Do folim për kica, Shumë do kurioze. folim për përvojat tuaja me kica, do folim për përvojën tuaj të besimit. Çfarë të bëjmë në reng dhurit? Të bëjmë në kështu me ngec me dhurit? Pastaj. Se duhet të ndodhi edhe një problem në punë, do bëhet me zemër fare, mendoj. Atëherë, fillojmë me Fabin. Fillojmë me ty para, po Yes. pa shërbes, me gjërat e jetës përditshme ose të besimi një. Kur gjove për Krishtin, kur besove, edhe ne jo që do të thushti për këtë. Kush ishte i pari ose si gjove për Krishtin në fillim? Unë kam një dëshmi shumë të bukur të Me jetës zi time, për shumë e presin. gjatë. Jo gjatë. Besoj se ti e di se kam Je i treguar shkurt. shumë. Po ja, ndodhi një mrekulli në mënyrën se si unë dhe motra dhe vllai im kemi lindur, ishte Jezusi që i foli babit tim që do vinim në jetë. Edhe ndodhi. Kështu Që ka për të bë podcast në vete. Po. Është histori shumë e bukur për mua dhe për familjen time. Kur ti s'dije gjë, Zoti qenë- ka planifikuar për jetën time. Ua, sa Dhe bukur. për shkak të kësaj historie, që dhe prindrit e mi besuan, mami na tregonte histori për Krishtin që të vegjël prit një që sa qik. unë mbaj mend. Po. Okej. Po si u lut mami besonte më para? Duke qenë se po kalonin disa vite që prindrit e mi nuk po bënin dot fëmijë, Aha. shkuan edhe në Greqi për ilaçe doktor më të mirë. Aha. Kështu edhe atje shkuan në një kishë ngjyllore, njohën Zotin, Okej. besuan, Në filluan të Greqi? luteshin, po në Greqi. Filluan të luteshin edhe ndodhi Po mrekullia. ti qenë ke fëmijë Po mrekullie. yes. Mirë se ne ka arë fëmijë mrekullie Si që u bëre gjeta. gocë. Jemi tre e rritur. faktikisht. Po. Tre. Atëherë, por prit një çik do. Kjo ishte e prindërve, e jotja kur ishte momenti kur ti dëgjove, kuptove për herë të Po. parë. Vërtet mami që të vegjël na kishte treguar këtë historinë dhe ne me atë naivitetin e fëmijës e besonim, gjithçka që na thon prindrit, gjëra kështu. Edhe mami na tregonte edhe histori të thjeshta të Biblës, krijimin, Eva, Adami, Arka Noes, gjëra Aha, kështu që ne e mund t'i kuptoj. kuptonim. Dhe kishim shumë dëshirë që ta njinim Zotin më shumë derisa rriteshim, edhe kemi shkuar në disa kisha të ndryshme vet, pa prindrit, Pa prindrit. derisa pastaj Sepse prindrit vizin në Greqi, edhe ishin Jo, gjasa kohë që ishim të vegjël, kanë qenë në Shqipëri, por nuk është se ne kemi shkuar në një kishë kur u Çfarë kthyer. klase ke qenë ti, nëse mban mend kur e kuptove tamam, se kishe dëgjuar çik tu, po kur ishe, sa vjeç ishe? Po, siç po ta thoja, kishim të dëshirën e madhe për ta njohur Zotin më shumë, e njihnim që Zoti ishte Jezusi dhe luteshim, por që vërtet e kam kuptuar, kam qenë në 10 vjeçe. 10 vjeçe, klas 4 i vjerë? 3, Po. 4 digjë tjetër. Po, diçka e tillë, po, në klas 4 Kur besove pasaj që Edhe- apo që që nga fillimi? mendoj se Dëgjove- kam besuar, për që vërtet e kuptova rëndësinë e Zotit ose kush është ky Zoti dhe që unë dua t'i jap jetën time atij, ka qenë 12 vjeçe. Kam qenë në Si klasin 6. afërsisht 2 vjet. Më pas vjet që pas. e kam marrë këtë vendimin dhe jam pak gëzuar. Pyetje kështu, Rufe. megjithëse ti ke lind binjake, Po. ke një vëlla binjak, prapse është njëri më i madh ose njëra më e madh. Ti je më e madhja? Besoj është e dukshme që unë jam e vogla. Ti je vogla. Sa minuta ka lind para vëlla? 3 minuta. 3 minutë. Borovi për 3 Po, minuta. jam the middle child. Middle child, tamam. Kjo është shumë... Kështu që Rajna të përshëndesim edhe vllajin. Si ka emrin vllajin? Fabio. Fabio, jam këtu me Fabin të përshëndesim. Rajna duke fluturuar kështu diku po shkon atje. Të përshëndesim. Edhe shiko. Shumë e veçantë, 12 vjeç, klasë 6, që në klasë të 6 i ke besuar. Kemi edhe një kështu një gotë të kuqe këtu, me trikot kuqe, shiko. Atëherë, është interesante sepse ju të dyja jeni si brezi i dytit krishterëve, sepse kemi patur prindërit të krishterë. Por gjithsesi, Adriana, na thuaj çik kur
e kuptove ti, se mund të kesh dëgjuar shumë herët, po kur e kuptove që Krishti është Zoti ose thuaj ti se ta dush dëshmitë tënde. Tani unë kam jetuar në Greqi më përpara me prindërit. Greqi, Rob Greqia, apo zë themi që parullatilla. Edhe unë kam lindur në Greqi, në Kalkida. Edhe prindërit e mi gjatë gjithë kohës luteshin, flisin vetëm për Perëndin, Zotin. Edhe unë kam dëgjuar gjatë gjithë kohës, më vinte Zoti gjatë gjithë kohës, kështu që po thëm pak si shumë herë këto gjatë gjithë kohës. Okay. Kur e kuptuar? Fabi tha ishte si 10 vjeç, kur e kuptuar ti? Herën e parë fare ishte kur erdha këtu. Kur i bie, sa vjeç ke qenë? Kam qenë 9 vjeç. 9 vjeç. Ne kemi klasa 2, klasa 3. Po. Atëherë dëgjove, po kur vendose ti që do besosh? Që ishe vullneti jot i lirë, nuk është më se do mami, se do babi, tash i duam se është personale. Se kur i pak Zoti, si para 2 vjetësh, nuk e ti pak Zoti? Po para 2 vitesh. Okej. Kur ka qenë momenti që ti zgjodhe Krishti është Zoti? Momenti ka qenë kur isha 14 vjeç, më duket? Aha. Sepse atëherë vija në kish 14 si 5 vjet, ti ishe si 2 vjet. Se atëherë kur isha 9 vjeç mund të vija se vija me prindërit, edhe pse e dija pak konceptin e Perëndis, edhe kishës se çfarë ishin. Prap nuk e kisha shumë të qartë. Pastaj u rita pak më shumë. Dhe vendosa që t'ja kushtoj jetën time Perëndin. Yes, amen. Sa bukur, shumë qef. Interesante, Greqi. Po, pra, nuk tani për marrë vesh. Shumë mirë, kjo ishte pyetja e parë. Pyetja e dytë është si u përfshi te ICF Kids, sepse kjo shërbesa ju kryesore, tash ju bëni shumë gjëra të tjera, por shërbesa kryesore është ICF Kids, është një nga shërbesat më të bukura dhe më të veçanta. Edhe për mua është shërbesa e parë që ndë kidsat. Edhe fëmijët dhe kam shërbyer 10 vite me fëmijët. 10 vite para të shërbesës time. Pastaj e lash betës motrës fëmijët, fillova të marr me të rit, pastaj erdha në Tiranë. Por 10 vite, kështu që unë e du shumë shërbesën e fëmijëve. Ishte trajnim. Mega trajnim. Intensiv. Po jo si u përfshit të shërbesa e fëmijëve. Okej, po e njësun. Me që e marrë fjalën e para. Edhe këtu middle child i. Jo, unë jam oldest. Po. Jo, e kuptoj, po në mes në tredhe. Po. Patkesi. Ti oldest të shtëpia, po? Tash jam young. Hajde një ICF Kids. ICF Kids. Unë sapo kisha ardhur në ICF Tirana. Okej. Edhe duke qenë si isha marrë me fëmijët në kishën e parë ku unë kisha qenë. Ku ishte kisha parë? Në Elbasan. Në Elbasan, që ti je Elbasan lije. Se na thunë shprehje të Elbasanit. Po jo më la, jo ma është janë. Jo, Mreti Lali. Mreti, pa, Mreti. Po, kemi shumë shprehje, Çabane Lash. Çabane, më të po kërkoja. Çabane është shumë tipike Elbasanlie. Atëherë ti erdhe në Tiranë, ishe studente, edhe erdhe në ICF. Erdhe në ICF Tirana, kisha një vit që doja të vija, por për shkak të studimeve oraret nuk më përshtateshin. Dhe Altini bën një njoftim te kisha që cilët ishin u bëra pjesë e kishës lokale. Në fillim u bëra pjesë e ICF Student. Fillova përfshiva si vullnetare aty, vija çdo të diel. Edhe Altini bën këtë njoftimin para kishës për vullnetarët e ICF Kids. Edhe me shumë qejf. Me shumë qejf? Me shumë qejf patjetër. Edhe u bëra pjesë e ICF Kids. Mendova është mos ka pëlqyer rrugës ndërkohë që shërbeje, po ti ke qenë entuziaste në fillim. Po. Edhe bëm pjesë e ICF Kids si vullnetare. Pastaj kush ka qenë drejtuese në atë kohë? Në atë kohë ka qenë Nika. Nika, të përshëndesim. Nika, Hana, Endri, familja Gjoni, ju përshëndesim. Pra u bëra pjesë si vullnetare. Më vonë pas gati një muaj u bën një si tip ndryshimi drejtuesve. Edhe më erdhi oferta që të bësha producente e ICF Kids. Edhe me shumë praktikante, po. ICF ka titull, nuk ka kështu, do si do. Producente, praktikante, drejtuese, pastore. Kështu që praktikante. Edhe këtë e mora me shumë dëshirë, po dhe me pak
le të themi ndrojtje në fillim. Kishim merakun mos ka shumë përgjegjësi apo çfarë? Sepse duke qenë se ishin përgjegjësitë më të ndara, më specifike se sa më praktike. Më praktike se sa nga eksperiencat e mia të mëparshme. Mendova, a jam unë e aftë ta bëj këtë gjë. Sa është të vështirë ta gaboj jetën Anxhi? Jo, Anxhi ma thjeshtoi shumë. Anxhi ma thjeshtoi shumë, po që unë duke qenë se doja t'jepja më të mirën dhe maksimumin. Po jo, pranova menjëherë, thjesht kisha këto mendimet brenda vetes. Vullnetare si fillim, praktikante së dyti, kur ishte koha që ti të ngeci apo zgjodhe me dëshirë, ti ishe drejtuese? Një vit pa një muaj. Në qershorën e kam marrë si përgjegjësi. Ishte koha që ndroi leadershipi, ishte Nika, pastaj ishte Lajs. Po. Edhe Lajs të përshëndesim. Edhe Lajs, pastaj lëvizim në shërbes tjetër, ishte koha. Praktikanti pse po praktikën tash? Po, patjetër, nuk e prisa i shpejt. Po gjithsesi mendoj se ishte momentin e ishte praktika si kohë, nëse e mamen? Po, si bie, nga janari në qershor. 6 muaj. Po. Po më imagine praktikat. Atëherë, Adriana, shiko. Po ti si u përfshive tash ti te kicat i rritur, por ku erdhi koha që s'ishe më kic, po ishte po ndihmoje te ecëve kic. Kur bëra 16 vjeç, para 2 vitesh i Kush të tha? Anxhi, Nika, Lajs. Një të parë fare, të parën herë, më keni thënë ju. Unë prapë? Po. Altin. Unë e ka fajnë. Kjo shenjë sot. Edhe pastaj fillova me Nikën, atëherë. I bie që ti ke ndihmuar shumë herë, që me Nikën, me Lajs, tash me Fabi. 3 breza. Mendoj se një pyetje do t'i bëjmë Adrianës, cili është drejtuesi më i mirë. Me cilin drejtues ke më? Po, Fabi të thotë se Fabin. Jo, unë mendoj se gjithë kanë të mirat të tyre. Shumë smart. Mua më kanë pëlqyer i gjithë. Do të thënë, jeni ndryshe, ama atë dashurinë për Zotin e keni pasur të njëjtë, kështu që shumë mirë. Po pastaj. Atëherë, ti sa u bë që je praktikante? Sa u bë Fabi, sa u bë Adriana që është praktikante? Po Adriana ka qenë duke ndihmuar si punëtare para meje. Kur do t'ja japish titullin praktikante Adrianës? Kur Adriana? Sepse praktikanti bie që një ditë one day. Po. Miq që prezantojnë me praktikantën e IPP Kids. Shipe se mas 6 muajsh, kur kemi ndërtesën e re dhe të ndajmë dy shërbesa, na duhet për një drejtues future leader për një... Të shikemi në kamerë. Po për se neve na mungat një lider këtu. Se kemi dhe një qupë, që na mungon të gjenë. Atëherë, kush të thot diçka për këtë çupën derisa ta gjehun? Kjo çupa është një çupë shumë e mirë. Një çupë lushnjare. Shumë e mirë, shumë bashkëpunuese dhe shumë e ngrohtë me fëmijët, shumë e afërt. Oh no. Unë se marr. Jo, okay. Jo kanë dhënë numrin edhe më lëvizit te numri tjetër. Aha. Edhe fëmijët e kanë shumë xhanë. Po. Alo, përshëndetje, të marrim nga podcasti ICF Kids. Përshëndetje. O, zonja Durata, zonjusha akoma, dhe pak. Zonjusha Durata, ne jemi këtu dhe po bisedojmë për ICF Kids, edhe ti shumë faleminderit që je pjesë e kësaj shërbese fantastike. Qa do na thuash diçka për dëgjuesit, shikuesit për shërbesën e kicave? Atëherë, për kica do thosha që është një ndër shërbesat aq sa sfiduese, sepse janë fëmijë dhe janë të vegjël, dhe është vështirë të futesh në botën e tyre, sidomos me fëmijët që po lindin tani me brezat e ri. Mos e pyet, vetëm goca kanë lind të herë. Goca. Shumë mirë se gocat janë më të mira. Të lim goja. Ti thot ajo koha janë shërbet për baklava. Por nga tjetër janë të japin shumë kënaqësi kur ti thua mësimin sot dhe javën tjetër ti bën pyetje dhe ato janë gati për të kthyer përgjigje. Ma me vetëm vargun për mend apo gjithë mësimin?
Mësimin, po, vargu përmendesh pastaj është Tashi, kështu. do na thuash një gjë të veçantë për drejtuese, për pastore Fabin të Kicave, edhe një gjë për Adrianën, se jam me gocat në studio, duke bërë podcastin. Kështu që do na thuash një gjë të veçantë në punë, në bashkëpunim, në shërbes me Fabin. Unë do thosha që Fabi e ka marrë atë shërbes me shumë entuziazëm dhe me shumë pasion, sepse duket që në mënyrën se si i përgatit gjërat, do me thënë që i përgatit sallën përpara, që përgatit në detaje, edhe për mësimin po ashtu, kështu që këto janë element që për shembull mua si dhurat më kanë bërë goxha përshtypje që edhe fëmijët të ndjehen tamam në një ambient siç është për shembull emri i serisë, të ndjehen sikur janë fiks në ambientin e përkatës. Ti do që Fabi qerasi pastaj, se po thotë gjithë to fjalë. Duri drejt. Jo, po jam mendimin tim, kështu që Atëherë do ta thosh dhe gjë për Adrianën tash. Kurse Adriana në fakt e ka çik më sfidë nga ne. Pse? Sepse gjatë kohës për shembull që ne kemi takimin përpiqet të përfshihet, por ndonjëherë duhet të qëndroj jashtë për arsye nga më të ndryshmet, kështu që edhe ndihma e asaj do të qëndroj jashtë nga që ka me ndaj fëmijë problematik që e merr me shkel me nxirr për jashtë, jo, kështu që është. Jo, në këtë mënyrë, por që ndonjëherë ka nevojë që të qetësosh, të ke parasysh dhe Adriana e bën në incidenti edhe është. Po. Adriana që nga polici të fëkic, Adriana. Jo polici, në fakt polici jo unë. Polici. Kurse Adriana është ai që i qetëson gjagrat, që i qetëson shtëpi. Do të më dhon ti shumë veçantë kjo. Mirë Dori, shumë faleminderit që edhe pse s'ke mundësi të vije në atë ca fjalë bukura. Kështu që në dasëm edhe me i çun. Kështu jo goca, binjak. Edhe po qen binjak dy çuna prapë. Okej. Faleminderit. Paqim, ciao. Kalon si bukur, paqim, ciao. Paqim. Kështu. Sa që vë? Yes. Pa me që këmë më betë me dhurën, a edhe këthemi të pyetja tjetër. Atëherë, cilë është pyetja tjetër? Kjo që nga Ekulajt. Ekulajt pa e vështirë. Si dhe a shpjegoj e dikujt, ICF-kic me 3 fjalë. Me 3 fjalë gjithseje. Maksimumi 4. Po jo më shumë. 3? Oke. Nja. Mësim direkt ke kalamajte. Le dytën mësimin. Të pa. Misi, që o thot misi? Misi kohë që kalojmë me njëri tjetrin, për shembull kur pyesim fëmijët lidhe me mësimin që do diskutojmë apo gjëra kështu, edhe për miqtë e ngushtë gjithmonë flasim për miq që kanë në ICF-kic. Apo folën për njëri tjetrin. Po, flasim për njëri tjetrin, edhe më sill shumë gëzim kjo gjë që nisohen, vërtet është një ditë në javë, po mison shumë edhe luajnë edhe kënaqen. Mësim. Te mësimi rrin çika ty ç'a tha Dhuri një gjë, që seria ngjan shpesh me ato që ndodh te ICF-ja e madh. Si më thua? Te ICF-ja kryesor. Festimi kryesor. Po. Edhe ne te ICF-kic, njësoj si te kisha e madhe. Kush do kisha e madhe? Si ona ka pasur kisha e madhe. Kemi filluar të përdorim seri për çdo muaj. Edhe çdo muaj ka një tematik specifike. Çfarë seri jeni tani? Në Lulëzimi plot. Lulëzimi plot. Edhe këtë Nga që po vjen pranvera apo? Po, patjetër që lidhet me, sepse çdo muaj edhe mund lidhet edhe si me ka karakteristika të ndryshme, tematika të ndryshme, po dhe për shkak se është pranvera dhe Pashka është gjithmonë në pranverë, le të themi. Ka shumë lidhje me atë. Ka lidhje dhe këtë muaj pra kemi qenë duke folur për Pashkën dhe lidhet me Lulëzimin. Po pritet të treja çfarë thotë Adriana. Adriana do i gjesh 3 fjalë nga dush, do i gjesh 3 fjalë. E treta është shumë qejf. Shumë qejf? Çfarë thotë shumë qejf? Shumë qejf. Mund vinë në territorin e ICF-kic. Mund të vini, jeni të mirë pritur kështu. Çfarë është qejf? Çfarë bën kalamajt? Pra përveç se mësimit, edhe kohës mësore që kalojmë me njëri tjetrin, në ICF-kic ka dhe shumë lojra, ka shumë aktivitete, patjetër që mund. Prit një çik ti nuk di një gjë të dielën e kaluar, çka ka ndodhur. Në fund ka ndodhur valle. Po, isha duke bërë vite. Usisha.
E thash Dhuri si ke lojë? Shumë mirë tha, në fund fare futëm një valle dhe u kënaqëm gjithë. Po thash di me kërcy kalama? O ç'di me kërcy. Popullore. 3 fjalët e tuaja, pyet një shoqe të klasa. Ç'a bën ditë kisha ndihmoj ti CFG-c? Ç'a është CFG-c? Fjala e parë është ngrohtësi. Okej, ç'o thon ngrohtësi? Që ndjesni kondicionerin me temperaturë lart? Edhe ajo. Por më shumë është nuk e di, është thjesht ndjesia që ndjen kur jeti aty, po. Kënaqet nga mësimi se si e shpjegon fakt fjalën. E keni laftru Fabin, ma? Shiko. Dhuri, është që Fabi do ujtë ftohtë do na kështu se po. Thoni çfarë të doni se Jo, s'kemi çfarë do, ne laftrojmë. Por Fabi është me të vërtetë. Kështu që jemi shumë të bekuar që të kemi. Darë lek me dreka me tarka me tuk. I korroga këti muaj. I kema lek të filmin ti që bërë? Teatrit. Po. Shito, ndë nga qërë sama ato lekës. Kanë ikur. No. Që 3 darga, më nëj kafe, në ujtë ftohtë, ujtë vitamina, kështë që është. E dyta është dashuri. Dashuri? Zbesoj se jam me venja që i kam qef fëmijët. I dua shumë. Me që të japin merë dashuri nga fëmijët? Po, merë dhe jap. Po. Sepse në këtë kish është gjithmonë marrëdhënia marr dhe jap me dashuri. Ati që i nevojitet aq shumë e merr, edhe ana sjell. Ai që merr edhe ka që t'japi. E treta është më vështirë për të gjetur 3. Por do të thoj argëtim. Siç e tha Fabi, shumë qef, po unë pa e përfshirë shumë. Është shumë e veçanta kthesh shërbesën në argëtim në vend qefi që kalamajt me zi presin të vinë. Do ishte se janë dhe fëmijë dhe bët pak e mërzishme që se ka vetëm sim apo vetëm një gjë si klas. Edhe është zysha vështirë atje që të vej 4 apo s'pa dhe po të tjera. Që janë dhe tjera? Vargu përmendësh edhe të mbajnë mend historinë. Atëherë, një moment të vështirë, një moment të mirë. Jo, ndryshe, një moment të mirë, pastaj të vështirë. Moment ti si drejtuese e shërbesës mund të kesh qindra momente, po një asgjë. Një moment shumë i veçantë për mua, mbi çdo moment tjetër, është pjesa e lutjes. Kur fëmijët luten. Sepse me atë naivitetin, atë sinqeritetin e tyre, është shumë gjë e bukur, domethënë për mua njëherë më jep shumë gëzim kur gjej duke u lutur. Edhe them sa mirë që fëmijë kaq vegjël flasin me Zotin dhe mësojnë të luten edhe janë shumë sinqert në lutjet e tyre, dëshirat e tyre, po dhe të vjen shumë për qeshur ndonjëherë nga se i bën fjalët si drejton. Okej, po momenti i vështirë. Tash e sigurt që aty ndodhen shumë gjëra të bukura, por tash në një moment sikleti, vështirësia mund të ketë. Me të drejtën janë fëmijë dhe si fëmijë janë edhe pak të zhurmë që të njerë. E ka fyrë kamba dhe dorën? Jo, të patën jo ka i shumë, dhe mund të ketë ndodhur që janë gërvishtur, apo janë mërzitur në ndoshta. Qa ndodhë nëse unë kam një shumë të vogël aty 5 vjeç, edhe vjen dhe gërvishtur të dora, ose ka vrak gishtin. Qa të më thuaj mua si prind? Si prind? Do panikose, s'ka gërvisht, ndihmën e parë patjetër, po... Ndihmën e parë, qa? Fëmijës, them, nëse do kishe diçka... Sa me qëtësu, tamam. Po, patjetër që do mundonim ta bënim fëmijën se nuk është gjë më e madhe, do zgjidhet është mirë. Kemi mënyrën që i manipulojmë pak. Por si prind do të vija ndjenjë. Manipuloj me kuptimin e mirë të fjalës. Të dashur gjithë, edhe shikus nuk manipulojnë kalamajt, po merren me të mira. Po me të mira thjesht për të ulur pak. Po të na thosh një moment konkret të vështirë. Do të them pa emër këtë. Pa emër. Para gati 2 muajsh, po e themi që ishte pak si e freskët kjo gjëja. Ishëm përgatitur për serin i mrekullueshëm edhe tema ishte akvariume, deti, oqeani, pra gjëra që kishin bën me ujin. Edhe një nga aktivitetet që kisha, më duhet të merr një kovuj me vete në klas. Kush rata akoma? Edhe kisha marrë një kovë dhe e kisha lënë ngjitur me derën, jashtë derës diçka e tillë. Edhe kur ishim përgatitur para festimit, dhe pasi kthehemi nga adhurimi,
qemi gjithë mesi i festimit që shkoni te dhoma juaj. Dhe shikoj, futen fëmijët, futem unë. U përplasë me kovën? Jo, kovën mirë që nuk e pashko ishte, po ishe mbushur dhoma. U bë akvarium me të vërtetë. U bë akvarium. U bë akvarium salla. Edhe fëmijët, kisha pak frikë me të drejtën se mund të rëshkisin fëmijët edhe rëzoshin apo do mërzitën dhe thonë çfarë është kjo, ha? Fëmijët e morën me shumë qejf dhe filluan të kërcisnin këmbë dhe të luanin, po kur e pyeta këtë fëmijën pastaj pse e bëra, tha po ja, tha se ne kemi të ngjitura, tha ka shumë kafsh në mur, delfi, kështu balen, peshkaqen, kandil deti, ka shumë kafsh edhe thashë ishe mirë, thashë të kishin pak ujë. E kishin derdhur qëllimisht? Po. Oh, no! Ishte dhe më thënë, pa, në një, nuk e se ishe shumë e menduar, të është shef, Ade, Fabi për ta derdhur do e ke marrë këtë. Okej. Na thënë një moment të bukur, Adriana, dhe një të vështirë. Mendoj se momenti më i bukur isha kur pash fëmijët për Krishtlindje, për festimin e Krishtlindjes, që dolën para. Qa kishin të Krishtlindje? Unë kam harruar të momentin. Momentin të pashkës. Qa ndodhi për Krishtlindje? Këtë vit apo vitin e kaluar? Këtë vit. Që kërcyen? Jo, vitin para 2 vitesh. Para 2 vitesh, para 2 vitesh. Para 2 vitesh, kërceva dhe vetë, ama nuk isha më fëmijë. Ishe duke ndihmuar fëmijët të këto. Isha me... Po, Adriana i ka ndihmuar me mësimin e kërcimit, kur bënim prova. Po, se ti... Isha me asistenten tjetër. Kemi një kërcimtare fantastike këtë në mesin tonë. Soon to be teacher. Që soon to be teacher? Ta është dhe emrin e kërcimit? Bashkë me 2 asistentët e tjerë të Fabit, Mateon edhe Ancin, ndihmuam atë. Edhe ishte gjam më... Që ka qenë edhe te... Apo po thua për para 3 vitesh? Jo, para 2 vitesh. Që ishim me kapele. Jo, para 3. Ka 3 vite. Ajo po ka ngele freskët në memorie. Ka qenë Krishtlindjen që kemi bërë diku nga... Mua më duket si më e bëm dhe dje. Aq që freskët ka qenë. Aq që freskët. Shumë mirë. E një moment të vështirë. Tani... Qa ka ndodhë? Je zënë një me Fabin sytë kalamari, ja. Sigurisht jo. Nuk zjem kur me Fabit. Por që... Si që e tha dhe Dhuri, unë merre me fëmijë që janë pak të mbrapt, edhe nuk... Pak? A vetëm pak? Edhe që jam pak të zhurshëm. Sa, po e moderon, nga pak? Nga pak, po sepse janë fëmijë mbi gjitha edhe ndoshta nuk e kuptojnë ndaj shumë se çfarë domi mund të bëjnë ose... I bie që ti je kështu me dashura, me mirat, se nuk bëjmë kështu, po pse Adriana... Aq sa jam me dashur, jam deri. Pse Adriana se keni lënë të i moment ka spesifleqëm dhe të vështirë? Po flasim për një fëmijë për shembull që zoti përmend emrin, nuk ka dhe shumë dëshirë të ndjeki. Ai ka qeftri vetëm me Adrianën. Ai ka qeftri me Adrianën edhe të vizatoj. Edhe një nga mënyrat që tjeti qetë edhe ta shijoj kon te kicat është zgjidhja është Adriana. Dhe Adriana është vetëm person që me cilin është i qetë edhe po përgatitesh për future mësuese me kalamar. Çfarë do të bësh ti? Çfarë do të bëhesh kur të rritesh? Se ti Fabi është aktor, kështu që to be shumë afër to be. Por çfarë do të bëhesh kur të rritesh? Apo s'ka lidhje me kalamet, më shumë me kërcimin? Momentisht po studioj për inxhinieri informatike. Tik? Po. Hajde. Inxhinieri. Po, për informatikë, kompjuterike. Okej, po ti ku që quhet? Teknologji, informacioni dhe komunikimi. Edhe pse nuk jam shumë nga këto lëndë shkencore, prapë mundohem. Edhe jam dhe duke u trajnuar për instruktore kërcimi. 1, 2, Unë kam shumë talente, nuk e di si çfarë të zgjedh. Kështu që do kesh kohë për zgjedh pajt. Kam shumë kohë, edhe unë besoj se këto 2 që kam qef, inxhinierinë dhe kërcimin mund t'i përshtas. Po mund t'i përshtas. Mund t'i bëj. Kompjuteri që kërcen. Jo. Do të ndihmoj me teknologjike të kica. Po. Edhe teknologjike edhe për aktivitete. Edhe për aktivitete.
Se më thash po vjen dhe vera. Kur sa të marrë shkollën ti të Fabi, hajde me vrap. Duke shënuar Adrianën në çdo pozicion. Hajde këtu. Jam e lirë gjithmonë. Vetëm për ta klonojmë Adriana kështu, bën një test Adriana. Jo, s'ka nevojë, jam vetëm një. Një dhe unike, atë shkëm në pyetja tjetër. Personale. Bëjmë çik më së tash. Atë ka një mod ty kjo shërbes që të rritesh shpirtërisht. Sepse duket që ju jeni aty dhe jepni nga ana shpirtërore, se po mësoni kalamajt fjalën e Perëndis, po mësoni në mënyrë krijuese, po këndoni, po mësoni si të luten, edhe po kujtojmë tash çka ka në element tjetër frymor, po ju vetë. Për ty vetë, Fabi, atë ka ndihmuar frymërisht kjo shpirtërisht kjo shërbes edhe si? Një ide ose dy ide? Më ka ndihmuar shumë, për shkak se unë shumicën e kohës pak a shumë të çdo diele jam nga festimi i fëmijëve dhe nuk është se marr mesazhin, le të themi, nga festimi i madh. Edhe e ndjej pak si nevojë ose si mungesë për shkak se nuk jam aty. Por diçka që si kisha menduar kur, që edhe duke përgatitur një mesazh për fëmijët, vërtet ka mësuar shumë gjëra dhe më ka ndikuar shumë edhe nga ana frymërore. Se ne përveç se japim mësime fëmijëve nga Bibla, personazhet biblik, prapë secili ka një mesazh apo diçka. Për shembull kemi bërë një seri për lutjen, edhe për disa personazhe të veçantë në Bibël, edhe ka mësuar ka shumë gjëra. Për lutje ndërkohë që po përgatitesha për fëmijët. Po, përgatitesha për fëmijët, po mesazhi ose gjërat ishin vërtet shumë aktuale ose për çdo grup mosh. Edhe po thoja, wow. Unë fëmijë e rritur po mësoj edhe unë. Po mësoj edhe gjëra të reja, edhe gjëra kështu. Edhe është diçka vërtet shumë edhe inkurajuese për mua se mësoj unë bashkë me fëmijët. Ashtu është. Adriana, atë ka ndihmuar ty shërbesa kicave vetë rritesh frymërisht. Gjëra që tha Fabi ose diçka ekstra. Sigurisht, sidomos kam pasur një periudhë para 2-3 muajsh kur ndjesha shumë larg nga Perëndia, edhe nuk isha shkuar as shumë, nuk isha ardhur në kish mjaftueshëm. Edhe kur erdha, do të thënë atëherë që kam nguar shumë, isha shumë e lodhur, shumë e zënë, edhe prap e gjitha mundësinë atë ditë të vija. Edhe se ishte fizikisht shumë e lodhur. Po, sepse po e ndjej që më mungon. Edhe si thua që mora prap atë. Edhe pse po shërbeje po. Edhe pse po shërbeje te kicat. Më erdhi prap ajo si thua drita që Zoti ka thënë që ne kemi për brenda. Sigur ndes. Po, sigur ndes. Edhe unë aty isha më e lodhur. Kjo ishte. Kush të thonte nëse mund të citonin që cili është mësimi më i madh që të ka mësuar Zoti nëpërmjet shërbesës fëmijëve? Ose edhe ndaj parim, ose ndaj gjë specifike. Ndërkohë që po mësoje fëmijët, ose Adriane po dëgjoje që Fabi po mësonte fëmijët, po përse kjo që është interesante për mua. Ka shumë gjëra, me thënë drejtën, çdo javë. Jo, një, vetëm një. Ose një së fundmi. Së fundmi më ka mësuar se sa besnik është Zoti. Edhe mendoj se ka ca gjëra që duhet jo se i harrojmë, po është ndoshta e nevojshme të rikujtojmë vetes çdo ditë që Zoti është shumë i mirë edhe besnik edhe Zoti na do shumë. Edhe kemi mësuar me që më kujtua tani këtë seri për Jezusin që u tradhtua nga Juda dhe miqtë e tij e braktisën. Edhe po mendoja që ndonjëherë se
duke menduar, po thoja, okay, se dhe Juda, pse tradhtoi për 30 monedha dhe fëmia të bërë shumë çudi, e tradhtoi për 300 lekë. Se dua shpjegojmë fëmijëve sa mund kushtojnë 30 monedha dhe gjëra kështu. Edhe pastaj po mendoja që ndonjëherë unë tradhtoj, jo ndonjëherë, po shumë herë unë tradhtoj Zotin falas. Edhe më bërë të jem më pak krenare, ta kuptoj që ka gjëra për të ndryshuar në vetën time, të mos parajgjikoj apo gjëra të ndryshme. Kjo më merr në mendje tani. Mendoj se ka shumë më shumë gjëra. Shumë gjip, shumë veçantë është, më thellë është. Shumë faleminderit që ndave. A do shtoj diçka, Adriana? Çfarë është një mësim që ke marrë së fundmi që ke mësuar për veten tënde, pavarësisht që takimi fëmijëve? Ti jem e duruar më shumë? Ti je e duruar. Po. Prita të rritë te ajo, sepse pyetja e radhës është si të ka ndihmuar Perëndia ti jesh e duruar dhe e dashur me fëmijë, sepse durimi është fruti i frymës. Sa ka 9 fryte fryma. Fryma që është brenda nesh, prodhon dashuri, gëzim, besim, duri. Ky durim. A dhe të kam mësuar, ti jesh e duruar. Që do thotë? Kur fëmijët bëjnë zhurmë, si për shembull, kur bëjnë diçka që nuk është edhe aq e mirë. Ti aty do të vjen ti për tasësh dhe të bësh ndonjë gjë tjetër, por ndërkohë ti je shumë e duruar, shumë e dashur. Ajo mendoj se është normale, sepse çdo person e ka atë nga brenda që po pa diçka jo të mirë të ndodhi, do të revoltohet ose po do reagoj. Por në fund fare unë thjesht mendoj që si ka qenë Jezusi duruar me mua. Mos e pyet. Me gjithë ata njerëzit. Për ditë. Me gjithë ata njerëzit që ju kundërvin atë herë, edhe prapë i donte. Po. Edhe kjo më bën mua që ta bëj veten një njeri më të mirë se ç'jam. Domethënë, si të thuash, të zhvillohem më shumë edhe nga ana. Po. Ndërkohë që bëni marrë fëmijën ti po rritesh edhe vetë, po bëhesh me duruar, me dashur. Edhe kjo është diçka shumë e mirë, sepse jo vetëm me fëmijët, po me çdo situatë që mund të ndodhi. Po, e vërtet. 3 pyetje të fundit. Ajni gati, apo po snaç, po pse? Po pse po mbaron? Nëse duam ne të folim akoma më shumë, 3 pyetje të fundit. Okej, super. Pyetja numër 10. Kemi bërë 9 pyetje, ne kemi goxha. Pyetja numër 10. Çfarë këshille do të jepi dikujt që mendon të shërbejë te ICF-kis, pse duhet të bashkohet me skot? Pse duhet të bashkohet me ju dikush? Është i çun, një gocë te kisha e madhe, si thotë si? Kisha e vogël jemi ne. Kisha e vogël i ICF-kis, kisha e madhe është ky çuni se gocët te kisha e madhe. Pse do të vi te kisha e vogël? Okej, një gjë që e kisha dëgjuar kështu të thuaj edhe thosha po ashtu është, por që në të vërtetë kam kuptuar gjatë kohës që unë kam shërbyer te ICF-kis, ka qenë privilegji që Zoti na ka dhënë të edukojmë brezin e ri të kishës. Edhe kur e kuptova është privilegj shumë i madh. Këto fëmijë është kënaqësi dhe privilegj dhe jo një detyrë, hajde tani se ma kërkoi Fabiana apo ma kërkoi dikush të shkoj dhe hajtë po e bëj për t'i bërë nder apo diçka. Po vërtet e kupton se ça privilegji ta ka dhënë Zoti për të ndikuar te këta fëmijë dhe diçka që unë ndoshta mund t'u them një vajzë apo një djalit te kisha e madhe. Na dëgjoj ti vlla ti motor që po na dëgjon, bëu gati është. Nuk e ke iden se sa shumë gëzimi, dashuria apo dhe ndihmesa sa do e vogël që ti jep tek kjo kisha jonë e vogël, ndikon tek fëmijët apo ata shikojnë. Edhe ata atyre nuk u mbet asnjë detaj. Edhe sikur një ditë tu kesh thënë një fjalë të mirë, një përshëndetje të ngrohtë, ata e mendojnë edhe nuk e harrojnë asnjëherë. Edhe të kanë shumë gjanë edhe të vinë edhe të përqafojnë edhe siç e tha Adriana të japin shumë dashuri, edhe është diçka që vërtet e ndjen atë dashurinë e Perëndis nëpërmjet syve të fëmijëve. Edhe thjesht ndikimi yt
nuk bie kur poshtë, po vetëm vlerësohet tek fëmijët. I që bie të dielën të vëret një radhë e madhe duke shku vullnetarët me vrap duke shkuar, duke ndihmuar. Zoket punë. Adriana, si do e nxisje ti një shoqe ose një shok, hajde ndihmo të ICF Kids sepse është shumë e veçantë. Si do e nxisje? Hajde ndihmo sepse do kesh një kënaqësi super të madhe një herë. Si vetë që jam atje. Do të kënaqesh vetë? Edhe pse kam shumë kohë. Aha. Unë prapë ndjej sikur jam për të parë, po. E kuptoj. Edhe është diçka që mund të bësh, është diçka shumë e bukur, plus që ti merr edhe eksperiencën, edhe kënaqësi, si thuash, atë thelbin. Edhe nuk do zgënjesh, sepse të fëmijët janë shumë mirë. Super. Pyetjen e dytë pa skipse në gjaka me këtë pyetjen tjetër. Okej. Me pyetjen e parë. Shkojmë te pyetja e fundit, pastaj mund të themi edhe gjë të fundit, mas fundit. Se që ka altini sa kohë. Çfarë ëndërron për këtë shërbes në të ardhmen? Tashi, Wow. përgjithsisht kisha jonë është kishe re, edhe shumica e çifteve që janë bërë çift, janë bërë aty. Që kanë bërë Edhe ka fëmijë. njëri tjetër në martuar janë bërë me fëmijë, kështu që fëmijët po rriten. Por urojmë dhe besojmë që kisha do rritet. Edhe kur kisha rritet, përgjithsisht me çifte vinë me kalamaj, si e ndërroni ju këtë shërbes në të ardhmen? Fabi? Shërbes në të ardhmen. Kicat, si e ndërron? Do ishte ëndra perfekte. Ëndra perfekte, Ëndra ime perfekte për shërbesën e fëmijëve është kishim një godinë tonën ose një dhomë të madhe brenda kësaj godine. Vetëm një dhomë? Jo, disa dhoma, po perfektja ishte. Perfekte. Kishim shumë dhoma për shumë grup mosha. Të ndarmë në grup mosha 2. Kishim ndoshta mjetet e duhura, përsëri përshtatura për çdo grup mosha, shumë lodra, shumë mjete ndihmëse edhe në mësim. Të kishim edhe shumë vullnetar. Nuk do ishte keq. Vullnetar nga këtë diel njerëz do diskutohet, se do mbushet plot. Ja, ëndra realizohet. Po për shërbesën mendoj do ishte shumë bukur që edhe fëmijët përveç se kënaqeshin me aktivitetet dhe gjëra, po dhe ambienti ndoshta ishte më i përshtatshëm për fëmijët edhe më i gëzueshëm. Super. Më i gëzueshëm, më e ledhenja. Çfarë ishin tre gjërat? Ishe ato tre fjalët që thiti? Pra, kishte dhoma të veçanta për grup moshë. Jo, ato tre fjalët si dhe ato shkruaj dikujt. Mësim, pra mësimin dhe panë. Po. Duket ku e ke dhënë ti kryesore, është e dukshme. Mësim, misi dhe shumë qef. Shumë fan, shumë qef. Kështu që a shkojnë këto tre, ngelin këto tre atë kë ambienti perfekt? Po, madje zgjerohen, po. Shërbesa perfekte, çfarë do i shtoja kësaj që tha Fabi? Kam ngelur pa fjalë pse unë Fabi kemi ide të njëjta tani. Kështu që. Shumë mirë. Është një gjë. Një gjë. Të dashur shikues dhe dëgjues, po e lej telefonin sepse kemi ardhur në fund. Po në fund ju do e thoni diçka, një gjë të fundit, çfarë mendon që ka ngel pa thënë? Pa thënë. Ose si do mbylli, si do përbledhje këtë kohë, këtë bisedë? Ndoshta do të drejtohesh fëmijëve apo prindërve? Apo vullnetarëve? Të gjithë nga pak, ndoshta kur më vjen në mendje. Prindërve parë. Prindërve, ndoshta thirrja do ishte që sillini fëmijët tuaj në ICF Kids, sepse vërtet njohin Perëndin aty edhe rriten, edhe ndoshta nëse nuk është koha e përshtatshme apo ata nuk gjejnë hapësirë apo kohë të flasin fëmijëve gjatë javës për Zotin, ICF Kids është një vend perfekt për ta bërë, ku përveç se mësojnë argëtohen shumë. Vullnetarëve, siç e thash, mos e humbisni. Dhe fëmijëve ju duam shumë. Ana ndjekin fëmijët, se fëmijët s'do të kenë kështu podcaste YouTube e gjëra. Kështu që fëmijët ju duam shumë, po mos e shikonin telefon, shikoni telefonin mamit. Po që vërtet fëmijët i kemi shumë të mirë edhe kam shumë gëzim kur të dielën që vjen e gjoja të mësimin me pikë dhe me presje. Siç unë kam thënë, edhe shumë edhe motivim për mua që është mirë edhe kështu.
Që të shtoj, Adriana, një përmbyllje. Të dashur prindën silli. Sili mirë. Të dashur fëmijë silli prindrit. Ana qertas. Po shikoj të mundot që fëmijët 300 prindrit. Do shkojmë te ICF, po jo se do shkojmë te Halla, do shkojmë në Durrës. Do shkojmë te ICF-ja. Shpresoj që pas këtij podcasti të mbushet edhe më shumë i gjithë ambienti, edhe si sta dhe ju me vullnetar. Vullnetar shumë, me fëmijë dhe me prindër shumë. Hajde një sa doni, sepse kemi vend, pavarësisht se ëndra e madhe është për gjëra më të mëdha, për momentin Ja, kemi Zoti do prapë na hapësirë. përgatis nga pak për kaluar në një ambient të madh. Zoti bekov shumë. Faleminderit. Ishte kënaqësi që folëm Edhe për me ne. Favin dhe me Adrianën, edhe Zoti bekov për çdo mund, çdo sakrificë, sepse ka thënë Krishti, nuk jam shumë kurioz se do është shpërblet Zoti juve. Sepse shkrimi thot edhe nëse japim një gotë ujë dikujt në emrin Jezus, ai shikon do na shpërblej. Sa punë bëni ju? Jam kurioz si do e shpërblej Zoti në jetën tuaj dhe lutem që do jetë i bollshëm bekimi i Zotit në jetën tuaj. Ju çmajm dhe ju duam shumë. Edhe jeni shtyllë kryesore të shërbesës ICF-s. Uroj që të ka pëlqyer edhe ty, edhe të vish me gjithë kalamajt të dielën tjetër. Ndërkohë, shihemi në podcastin e radhës.